Bashkëpunimi nuk kërkon uniformitet. Marrëdhëniet miqësore nuk kërkojnë të jesh njësoj. Përparimi nuk arrihet duke eliminuar ndryshimet, por duke i shkrirë në mënyrë inteligjente e duke i përdorur ato si forca ekuilibruese. Për një rajon si Ballkani Perëndimor me një histori që shpesh ka qenë më e dukshme se sa e ardhmja, mençuria e këtij rajoni mbar vlerë shumë të veçantë. ASEAN-i na mëson që besimi mund të ndërtohet gradualisht, që prosperiteti mund të krijojë stabilitet dhe se fqinjët nuk kanë nevojë të bien dakord për çdo gjë, që të ecin përpara së bashku. Ky është një mësim që vlen të mbahet mend jo vetëm në Ballkan, por gjithmonë më tepër në shumë anë të botës. Dhe në qoftë se ASEAN-i ofron mësime në bashkëpunimin rajonal, Japonia ofron mësime në diçka edhe më të jashtëzakonshme për fuqinë e qëndresës. Pak kombe kanë përjetuar shkatërrim të tillë, e kanë arritur një rimëkëmbje të tillë. Pak kombe kanë dëshmuar kaq kapacitet, aftësi për të transformuar tragjedinë në forcë, mungesën në inovacion dhe kundërshtinë në ekselencë. Në fakt, madhështia nuk matet me mungesën e sprapsjeve, por me aftësinë për t'u ngritur pas tyre. Për Shqipërinë, Japonia ka qenë shumë më tepër se sa vetëm një partner zhvillimor, ka qenë një mik i besuar dhe dua të sjell në kujdes këtu që në vijim të tërmetit shkatërrues të 2019-s, Japonia qëndroi krah nesh dhe kurrë nuk do ta harrojmë këtë gjë. Shumë profesionistë shqiptar në punës publike, ekspert kanë përfituar nga trajnimet dhe programet e formuese të Japonisë. Dhe në një vend që po kalon transformim të thellë, kapitali njerëzor është ndoshta kapitali më i rëndësishëm nga të gjithë. Por ajo çfarë e bën Japoninë të paçmuar për ne është fuqia e shembullit të saj si burim frymëzimi i pashtershëm. Në disa mënyra Japonia është bërë një partner i tërthort, por i rëndësishëm në rrugtimin evropian të Shqipërisë, sepse integrimi evropian nuk ka të bëjë vetëm me negocimin e kapitujve dhe transferimin nga atje në vendin ton të korpusit ligjor europian, por ka të bëjë me ndërtimin e institucioneve për të rritur standardet, qëndresën, ka të bëjë me zhvillimin e një kulture ekselencë, dhe gjitha këto janë fusha ku Japonia mbështetja e saj është shumë e vlefshme. Ajo çfarë bën veçanërisht kuptim plot marrëdhënien ton është që pavarësisht kufive gjeografik që ndajnë vendet tona, ne ndajmë bindje shumë të ngjashme. Një besim në bashkëpunimin ndërkombëtar, respektim për institucionet demokratike, për kushtim ndaj stabilitetit, besim në arsim, besim në inovacion dhe ndoshta mbi të gjitha një bindje se suksesi afatgjat ndërtohet me durim e këmbëngulje